Dashi, sot ndihesh i frymëzuar dhe gati për sfida të reja që vijnë me buzëqeshje. Në dashuri është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat e tua. Mos hezito të organizosh një surprizë të vogël për partnerin en. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndezë shkëndijat e para të një historie të bukur. Në punë, krijimtaria jote është në kulm dhe idetë e reja do të vlerësohen nga e prorat. Të ardhurat financiare janë të qëndrueshme, por mbaj një sy mbi shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Ndiq intuitën dhe do të jesh në rrugën e duhur ndaj vendimeve të rëndësishme. Marrja e një kohe për të qeldur në natyrë do të rigjallërojë shpirtin tënd. Hap zemrën ndaj mundësive të reja dhe mos u ndal. Demi, sot është një ditë për të reflektuar mbi marrëdhëniet dhe për të përqafuar të dashurit tuaj. Bisedat të ndjera mund të çojnë në zbulesa të bukura, ndaj mos keni frikë të hapni zemrën. Në punë, një projekt i ri do të tërheqë vëmendjen tuaj. Ndjekja e këtij projekti mund të sjellë mundësi të papritura, ndaj qëndroni të hapur ndaj çdo gjëje. Financat janë në një gjendje të qëndrueshme, por është një kohë e mirë për të menduar për investime afatgjata. Forca juaj e brendshme ju ndihmon të tejkaloni çdo sfidë që mund të paraqitet. Lejojeni veten të shijoni kohë të qeta për veten, duke lexuar një libër ose duke dëgjuar muzikë të qetë. Ndjenjat tuaja do të jenë burimi juaj më i mirë i udhëzimit sot. Binjakët, sot është një ditë për të eksploruar mundësi të reja dhe për të zgjeruar horizontet. Në punë, fokusohuni në detajet që mund të kenë kaluar pa u vënë re. Këto momente do të sjellin sukses në afat të gjatë. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj. Për ata që janë vetëm, një takim i papritur mund të ngjallë interes të veçantë. Financat duken të qëndrueshme, por keni kujdes nga shpenzimet e panevojshme. Sot, një ndjesi optimizmi do të mbush zemrën tuaj, duke ju bërë të ndjeni energjik dhe të frymëzuar. Mos nguroni të ndiqni intuitën tuaj kur merrni vendime të rëndësishme. Besoni në rrugëtimin tuaj dhe lejoni që ëndrat të marrin krah. Po vjen një etapë shumë e premtuese. Daforia. Dita e sotme premton të sjellë qetësi dhe harmoni në mendjen dhe zemrën tuaj. Në dashuri, përkushtimi juaj do të shpërblehet në momente të ëmbla dhe kuptimplote. Nëse jeni në një marrëdhënie, kushtoni kohë për ta dëgjuar partnerin tuaj dhe për të ndarë ndjesitë tuaja më të thella. Në punë, ngjeshmëria juaj do të ndihmojë në ndërtimin e marrëdhënieve më të forta me kolegët. Fokusohuni në projektet që kërkojnë kreativitet dhe intuit. Financat mbeten të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e parsyeshme. Për të ruajtur energjinë, kaloni pak kohë vetëm, duke reflektuar dhe medituar. Sot, besoni në fuqinë e ndjeshmërisë dhe lëreni zemrën të udhëheqë në çdo hap të ditës suaj. Luani. Sot, rezet e diellit ndriçojnë rrugën tënde, duke të ofruar mundësi të reja për të shkëlqyer. Në punë, një projekt i ri mund të të josh. Beso në aftësitë e tua dhe mos hezito të shprehësh idetë kreative. Financat tregojnë shenja përmirësimi, por mbaj një sy të kujdesshëm mbi shpenzimet e papritura. Dashuria sjell ëmbëlsi dhe mirëkuptim. Është momenti perfekt për të ndarë ndjenjat me partnerin. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë emocionuese. Sot ndjen një lidhje të thellë me natyrën, prandaj shfrytëzo kohën për një shëtitje reflektuese. Kujdesu për veten dhe lejo zemrën të ndjek melodinë e vet frymëzimit të ndjek, vetëm duhet ta përqafoj me zemër të hapur. Virgjëresha. Sot ndjeni të mbushur me një energji të freskët që ju nxit të reflektoni mbi gjërat e rëndësishme në jetën tuaj. Në dashuri, komunikimi është qelësi, dëgjoni me kujdes partnerin dhe shprehni ndjenjat tuaja me ndershmëri. Në punë, një projekt që keni injoruar mund të kërkojë vëmendjen tuaj urgjentisht. Bëni një plan dhe veproni me vendosmëri për të arritur qëllimet tuaja. Financat po përmirësohen lehtë, por është e mençur të shmangni shpenzimet e panevojshme. Shijoni momente të qeta që ju ndihmojnë të rigjeni ekuilibrin e brendshëm. Një shëtitje në natyrë mund të jetë balsam për shpirtin tuaj. Kujdesuni për shëndetin duke bërë zgjedhje të mençura dhe dëgjoni trupin tuaj. Sot është dita për të gjetur harmoni në çdo aspekt të jetës. Peshorja. Dita fillon me një ritëm të qetë duke të ofruar kohë për reflektim të brendshëm. Në fushën e dashurisë është momenti i përshtatshëm për të dëgjuar më shumë dhe për të shprehur ndjenjat sinqerisht. Një bisedë e thellë do të forcojë lidhjen me partnerin. Në punë, qëndrimi yt diplomatik do të ndihmojë në zgjidhjen e ndonjë mosmarrëveshjeje. Suksesi është afër, por kërkon durim dhe strategji të zgjuar. Kujdes me shpenzimet, pasi disa investime të panevojshme mund të prishin ekuilibrin financiar. Koha e kaluar me miq do të sjellë gëzim dhe do të freskojë shpirtin. Merr frymë thellë dhe shijo momentet e vogla. Përqendrohu te harmonia e brendshme, pasi kjo do të pasqyrohet në çdo aspekt të jetës tënde.
Akrepi. Ditën e sotme, universi kërkon të të mbështjellë me një energji të ngrohtë dhe të mprehtë. Në çështje të zemrës, do të ndjesh një nevojë për intimitet të thellë. Mos nguro të hapesh me partnerin për ndjenjat më të thella. Në punë, shfaqja e ideve të tua do të impresionojë kolegët dhe do të hapë dyrë të reja. Kujdes me financat, shpenzimet e panevojshme mund të sjellin vështirësi. Përpiqu të bësh një bilanc të mirë në buxhetin tënd. Shpirti yt kërkon pak qetësi, prandaj merr kohë për reflektim dhe meditim. Një shëtitje në natyrë do të ndihmojë të qetësosh mendimet. Çfarëdo sfide që të paraqitet, mbaje mend se ke forcën për ta kapërcyer me sukses. Sot është dita jote për të ndriçuar. Shigjetari. Sot do të ndjesh një frymëzim të fuqishëm për të eksploruar horizonte të reja. Energjitë universale të shtyjnë drejt aventurave të reja dhe mundësive të papritura. Në çështje të zemrës, komunikimi i hapur do të jetë çelësi që mban harmoninë. Bisedat e sinqerta sjellin afërsi dhe mirëkuptim. Në sferën profesionale, një ide e re mund të ndesë një pasion që të çon drejt suksesit. Mos hezito të ndash mendimet me kolegët, pasi mbështetja e tyre do të jetë e nevojshme. Financat kërkojnë pak kujdes, por një planifikim i mirë do të sigurojë stabilitet. Ndërkohë, frymëmarrja e thellë dhe relaksimi të ndihmojnë të qëndrosh i balancuar. Kujdesu për trupin dhe shpirtin dhe mos harro të përjetosh gëzimet e vogla të ditës. Britsjapi. Dita e sotme sjell energji të qetë për ty në punë, përqendrohu në detajet të vogla, sepse ato mund të bëjnë një dallim të madh. Mos ki frikë të marrësh iniciativa të reja, sepse yjet janë në krahun tënd. Në çështjet e dashurisë, afrohu më shumë me partnerin tënd dhe dëgjoj me kujdes nevojat e tij. Nëse je vetëm, kjo është një ditë e mirë për të njohur dikë të ri përmes miqve. Në fushën financiare, ki kujdes me shpenzimet impulsive. Planifikimi i kujdesshëm do të ndihmojë të shmangësh stresin. Energjia e sotme favorizon reflektimin dhe harmoninë e brendshme. Merr pak kohë për të rikthyer te vetvetja dhe për të menduar për qëllimet e tua afatgjata. Kjo do të sjellë paqe mendore dhe qartësi. Ujori. Dita e sotme sjell një ajër freski dhe reflektimi. Është koha e duhur për të bërë një hap prapa dhe për të menduar mbi atë që me të vërtetë dëshiron në lidhje me ndjenjat. Një bisedë e sinqertë me një mik të ngushtë mund të ofrojë perspektiva të reja. Në punë, detajet janë thelbësore, përkushtimi ndaj tyre do të shpërblehet me mundësi të papritura. Mos hezito të ndash idetë me kolegët, pasi mund të gjesh mbështetjen që kërkon. Në aspektin financiar, bëj kujdes me shpenzimet e tepërta, qëndro në kornizën e buxhetit të planifikuar. Në mbrëmje, gjej kohë për të qetësuar mendjen. Një shëtitje në dritën e hënës mund të sjellë paqe dhe harmoni të brendshme. Peshqit. Në këtë ditë, ndjenja e qetësisë dhe harmonisë do të mbizotërojë në shpirtin tënd. Intuita jote është mrekullisht e mprehtë, prandaj dëgjoj atë me kujdes kur të marrësh vendime në punë. Një projekt i mëparshëm mund të sjellë rezultate pozitive të papritura. Mos u trem nga ndryshimet, sepse ato mund të hapin dyrë të reja dhe interesante. Në çështje të zemrës, sot mund të lindë një bisedë e thellë me partnerin, e cila do të forcojë lidhjen tuaj. Nëse je beqar, një takim i rastësishëm mund të zgjojë interesin tënd. Kujdes me shpenzimet, pasi mund të joshesh nga diçka e bukur por e panevojshme. Merr kohë për të medituar ose për të shijuar momente të thjeshta që të mbushin me lumturi dhe paqe.